Fenomeni shkodran Luis Eli sapo ka ëmbëlsuar rrjetin me videon e adhurueshme që ka ndarë në profilin e tij Instagram. Në pamjet e publikuara shihet shkodrani i zemrës i ulur përballë bebushes së tij, e cila është e përqendruar në një pjatë me peshk të pjekur. E vogla, me flokët kaçurela dhe 2 kapse blu në flok, ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe u ka dhuruar pafund ndjesi të bukura me buzëqeshjen e saj të mrekullueshme. Siç duket, Luisi ka dalë për drek me vogëlushen e tij dhe po e mëson si të hajë mish. Ndërkohë ajo e habitur dhe gjithë kuriozitet shikon pjatën që i kanë vendosur përpara të mbushur plot e përplot. Fenomeni shkodran i flet me përkëdheli dhe e bën për të qeshur duke transmetuar kështu pafund dashuri dhe ndjesi pozitive tek ndjekësit e tij. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit që ai ka duket se janë kënaqur me këtë moment nga dreka që shkodrani i zemrës ndau me ta. Si gjithmonë e vogla e tij ka shkrirë zemrën e kujdo që e ka parë dhe ka bërë që të gjithë ta shikojnë këtë video disa herë radhazi. Ata kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt saj si për herë shumë pozitive dhe të adhurueshme. Shkodrani i zemrës duket se e ka shijuar pafund këtë moment me princeshën e tij të vogël që sa më shumë kohë kalon aq më shumë rritet. Kjo skenë e thjesht, por tepër do me thënë se ka ngjallur emocione të mëdha të ndjekësit e fenomenit nga Shkodra, i cili vijon të mbetet një ndër personazhet publik më të dashur dhe më të ndjekur në Shqipëri. Bebushja e tij e bekuar duket se i ka falur edhe më shumë mundësi që ai të qëndrojë pranë publikut që aq shumë e do. Në videon e publikuar mund të dallohet qartazi marrëdhënia që ata kanë krijuar me njëri tjetrin. Shumë prej shqiptarëve kanë shpërndar videon me fjalë dashurie dhe vlerësimi, duke e cilësuar Luisin si një shembull të bukur të një babai modern që nuk ka frikë të tregojë emocionet e tij. Ai tregoi që dashuria për fëmijën nuk ka nevojë për fjalë të mëdha, por për momente të vogla dhe të sinqerta. Kushdo që e ndjek atë gjithmonë nuk harron t'i kërkojë që ai të ndajë qoftë edhe më pak lunën me ta. Këto pamje janë teje të bukura dhe transmetojnë shumë ëmbëlsi dhe dashuri.